Allahu xhallahu ala në Kur'an kur flet për pabesimtarët, thot se prej cilësive të tyre është vrazhdësia e zemrave. Thot Allahu xhallahu ala: "Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Mirë për ata të cilët i kanë të vrazhda zemrat e tyre, të tillët janë në humbje të madhe. Wallahi o vallahu im, nuk ka humbje më të madhe se humbja e atij njeriu që zemrën të cilën Allahu ja ka kriju, që në të zem vend vetëm Allahu dhe madhështia e tij. Ai ja ka mbyll derën Allahu xhallahu ala, ja ka mbështell derën zemrës së tij që të deportojë në të fjalët të madhit Allah xhallahu ala. Ej vallahu im, në qoftë se je duke më pyet pse o imam nuk kam vullnet dhe dëshirë për namaz, pse o imam kam dëshirë dhe vullnet për haram dhe mëkatet, për arsye se zemra ju vëllezërit e mi, i cili është në realitet dirigjuesi i gjymtyrëve dhe i gjymtyrëve të trupit, është i shtangur, është i vrazhd, nuk lën në të që të dëpërton fjala e të madhit Allah xhallahu ala.